momentumi ndaj Ballukut dhe me ardhin e Brahos gjithçka u shua, apo ishte e pamundur që në fillim? Ishte thjesht një skenar. Tani po shohim skenare kudo, duken si teori konspirative derisa vërtetohen, po SPAK kërkon pezullimin, ndërkohë që mund të kërkonte fare mirë arrestin, ka kërkuar arrestin, po tash s'di gjykata kushtetuese ç'a të bëj, është pak qesharake edhe për publikun kjo dhe frustruese sigurisht. Për ne që jemi jurist, unë do të them do të filloj para një me ato prova që kemi ne, edhe pse janë për dy çështje janë më shumë se sa komplementuese. Do të thënë, nuk ka shans me shpëtuar njëri, edhe në fakti që ne disponojmë, fakti që kemi parë, fakti që i parë komunikimet, edhe pse jo për shtesën që ka ardhur më vonë, por vetëm për dy çështje parë që është e rëndësishme pak për shtesën. Unë them që nuk ka litar që ngel vërdall, domethënë litari është në ato fije e vogla, në ato grafmat e fundit, si të alpinismi që është duke futur, se mando të gjithë të pesh, nuk ka shans këto peshën e që kanë këto provë. Thënë kjo, thash edhe në fillim, ku bërë shvetimin tim, nuk kuptoj si jurist. Duke që se në dy çështje të tjera, pezullimit dhe arrestimit, duke që se SPAK-u e kishte vërtet kërkesën për të arrestuar brenda 3 deri në 5 ditëve, atë që thanë në mbledhjen e fundit reale të quajmë të Këshillit Mandate dhe Imunitete, atëherë unë po të flas si jurist dhe drejtues i SPAK-ut, duke qenë se ne kemi kaluar përtej pezullimit, para kemi kaluar në masën ekstreme atë të arrestit, atëherë unë do të bëja një kërkesë shumë thjeshtë. Edhe ata gjyqtarët e gjykatës kushtetuese kisha lënë qet, pra isha lënë gjumë, thosha shkojnë që edhe hiqja masën e pezullimit dhe nuk ishte më objekt veprimtaria pra gjykata kushtetuese, binte objekti. Dhe nuk kuptoj pse këta dhe tjerë kur ka rrezikshmëri dhe kanë seriozisht për të bërë hetim dhe thonë vërtet që rrezikojnë provat e intimitojnë dëshmitarët, nuk bën një shkrescione formale, duhet të deklarohet atje që nuk ka lidhje kjo me këtë, për çfarë po gjykojmë, unë kam ndru masën dhe kam shku për një më të rënd në parlament. Pra nuk e dua me këtë pezullim, s'du pezullimet e tyre, sepse në qoftë se do arrestohet, shkoj burg atje, mos i jep drejt as për të firmos, as për të dullos, as për të ndrur, edhe pastaj ç'të të bëj? Do lë ministrin me ministrin Burg Rama, pra që t'i mbash gjitha këto barë, vë futu të bëdhen gjithë shto sa marit, edhe për të në bërë në thjeshtu gjën, se mund të rëkosh prapë për pezullim më vonë, por në praktë kalon masë ekstreme të arrestit, pastaj në qoftë se shikon që kryeministri vazhdon me përpjekjen e tij për ta marrë nga burgu, po të kërkon rikërkon pezullimin që mos merreshin akte të tjera. Pra, duhet me pa këtë situatë, jurist më të mirë se mua dhe konstitucionalist apo proceduralist që merren me këtë punë kanë pikpyetje patjetër te kjo pjesë, thonë ora, po si ka mundësi një gjë e tillë? Tani duket sikur është, po kemi shpejtësi, po nuk pas kemi Terezi për shkruajt një letër, ose ne bëmë të mbjum miq, domethënë duket ndonjëherë duket kështu që ore ne bëmë për çfarë themi ne, nuk po na lejojnë. Do të kishte më shumë përpjekje dhe të gjetë zgjidhje ligjore ku SPAK-u të shkonte drejt saj, pra pavarësisht kërkesave të shkonte drejt asaj synimit kryesor që kishte, mos prishin prova që ishte me arrest. Dhe ne heqë dorë nga pezullimit. Por ndërkohë ka një pikë